Hej njerës, qa ka, jam Agoni, edhe sot keni me pa një performancë edhe një shpjegim trikut që pëlqej kogja shumë. Është trik që performojnë gjithë dhe sa herë i kam dy persona që ma bojnë boma një trik, gjithë e bëj që trik, është trik që e majnë gjithë në efektet e mija. Edhe është letra ndruese, ose munën më qujtë edhe letra iluzioniste, munën me qujtë qka do, po është ideja e gjokerit. Është gjokeri se qysh ndrohet në për letra tjera. Edhe munën me zgjedh gjoker, unë e zgjedhi pikën si letër ma magjike, edhe keni me pa trikën që e bëj, edhe keni me pa disa sene që i kum shtu one. Kështu që është një trik shumë i mirë, që në performancën e kum bo me Albanin edhe Varisin kërë më kom prizren, kështu që keni me i pa ato performanca, janë shumë të mira, edhe masanej kalura këto të shpjegimi. Kështu që të shkojmë qëtash. Trik me Tragic Cruelty, kom e provu me bo me një letër që më pëlqen ma shumë, edhe që e letër është magjike, bën një iluzion këgja interesant. Edhe që, kom e marrë që pike dhe kom e lunë që të të më konë, edhe këto e kom Varisin edhe Albanin edhe Varisin. Varisin edhe Agonin. Albanin. Edhe prej këtëne letrave, kena me marrë, pra merë një letër të lëndë, free choice, merë një letër të lëndë, edhe që Albani ka kitë letrën këto, Varisi ka kitë letrën këto, edhe i këshyrin, edhe i kene pa ju krejt, po pa që ka bëm flicker me të, edhe qëre, mas pari kena me marrë letrën e Varisit, edhe kena me marrë me shti dikun ka mesi. Pra kena me marrë, edhe me shti dikun ka mesi, edhe masani me marrë, edhe me prej. Masani që kena me provu, është edhe për ty. Me marrë edhe me shit ka mesi, edhe që letra Albanit, mes. Edhe tash, kena me provu me kitë pik me bo diçka magjike, që të regoha që është letër magjike. Qëre, pika flet është letër magjike, për shkak se nëse e marrë, edhe veshëm edhe ja u të regoj që pika flet, vesh nëse e marrë edhe tuni, këthejnë gjoker në letrën e Albanit, apo? Edhe masanej, nëse e marrë gjokerin, është veç iluzion, veç që do këtë shkisen. Se nëse e marrë edhe ja u të regoj edhe njerë të bën, është 1, 2, 3. është pra treshi, është veç iluzion që kjo. Edhe ju do këtë, del qika, del gjokerin, del treshi, po është veç iluzion. Se nëse e marrëm, edhe këthejna kukun në preden, atëre kena me po që është prap pika. Edhe dy letrat e para si më konë letrat e juve, veç më konë një iluzion. Shpjegimi i këtij triku që e pëlqej shumë është gjithë në efektet e mija, është pra ky trik për këto letra ndruese se harova emrin për pak. Edhe ky trik mundet mas leti më kuptu nëse bëni trik për njerës që s'kuptojnë edhe që shumë, mundet me bo me gjokera, për shkak se gjokerat janë letra që mundet me i ndru në loj, për shembull gjokeri reprezenton se cilën letër në tub, kështu që mundet me bo me gjoker, edhe emrin triku e ka Joker's Wild, ose ndrimi i gjokerit. Mirë po, ne kum bo letra ndruese se one përdori pikën. Gjithë e kum përdor pikën fletë, se është letra jam e preferume, edhe mos jaunin, është një tub e vjetër që kjo, kështu që nuk është faje i pedit që nuk po shpërndohet pakoja mirë, po tuba është shumë e vjetër. Shiko pika flet, edhe gjithë e përdori pikën flet, se është letra e me preferume, po edhe muna me i thonë është letra speciale që bojnë me një efekt magjik mrena. Kështu që muna me i thonë që cen e ka këtë efekt magjik, e merni, e leni këto, e leni jashtë dhe i mani gjithë në shikimin e spektatorëve. Edhe masën i këtheni, edhe keni me i thonë 2 spektatorëve me zgjidh ka një letër. Kështu që e merë spektatori nëmër 1 zgjidh një letër, edhe spektatori nëmër 2 e zgjidh një letër, që ku janë letrat, edhe i këshyrin me zveti. Kështu që spektatori nëmër 1 ka zgjidh kralin Detelin, mbretin Detelin, e i dyte ka zgjidh Zhanarin flet. Kështu që i thomën e këshyrni qa keni pa edhe kalzojen njoni tjetërit se qa keni zgjedh. Edhe ata i këshyrin krejt edhe e lojnë masane i këto.
Edhe masani që keni me bosht, keni me u bo këshe për përzini pakën, po në fakt keni me bo kontrollat larta. Kështu që nëse nuk dini me bo kontroll të lartë, kom e lon linka në description, one për shembull në performance kom bo undercut. Në këtë trik sa e performoj në rrugë e bëj pasin, pra e marr letrën e shtin mes dhe masi me një pas të shpejt, e qëjt parën, po pasi është teknik që nuk kam e shpjegu një herë, kështu që kena me shku veç me një double undercut, me prerje dy fisht të poshtë, do me thonë e prejni këta, nëse nuk temne me bo kontrol të lartë, atëre linkun kom e lonë description që krali është i pari. Po si par spektatorve, ata menojnë që letra u përzi. Edhe masani që keni me bo, është keni me marrë letrën e dytë dhe kështë peshtini këta dika ka mesi. Po masani që keni me bo, është keni me bo qështë. Keni me marrë e prejni, do me thonë një, e qitni këtë, prejri me kra. Edhe që të them prejri me kra është bazik, linkun në description edhe për këta. Masani prejri e prap, edhe keni me marrë, keni me shti gishtin e tregus mrena, edhe keni me rotullu. Që do me thonë, kër e merë shtini gishtin tregus mrena edhe e drejtoni, 3 gishta e maj një anë, edhe do me thonë gishti tregus e mana në tjetër, edhe e shtini këtë. Edhe kër e shtini këtë, tash gishti tregus është ka i manë të dy letrat. Edhe tash keni me majt, edhe kër e mani që shtë tash, e qëni edhe bëni një prerje në anën tjetër, ndërsa gishti tregus i dorës djathtë e manë pakën të në kohën. Edhe masi keni me rotullu, që spektatori menon që keni prej jo veç pa lidhe, po në fakt që ku është krali, letra e pare spektatorit, që jo keni me lonë të pare. Edhe masa keni me kontrollu, edhe besoj që po menoni që agën që apo gutësh, edhe veç po du me ja u tregu që shto i kontrolloni të dy letrat e pare, letrën e dytë dhe letrën e parë. Shto që e naltë ja u tregoj edhe njerë. E keni dy letrat, kralin edhe gjanarin, letrën e pare kontrolloni me i ja tregoni që kjo është letra e pare, ja tregoni krejtve, edhe bëni një kontroll të lartë, edhe masanej e merë një gjanarin, edhe gjanarin i thuni ok, qërë për letrën tone kena me marrë me shtiti ka mesi, bëni prerje me ka, prerje, e merë një shtini gishtin tregus, e rotulloni, edhe e shtinin mes pra dy tubave, edhe masi që e shtinin mes, keni me marrë, keni me kap mes dy letrave, mes dy gishtave, gishtit madh që tina që pe dridhe, edhe gishtit tregus që është mes. Edhe keni me majt, edhe tash kë gishtit tregus është i lirë. E kë gishtit tregus ka me kap 700. Këtë tubën me 700. Për shkak se tash kjo e bot prerje, e tash 700 është këtë i gatshëm me bo një prerje, po me rotullim. Edhe tash veç i qëni këtë, e mani me qëto gishtat zgatën, edhe masin veç i jep një shtytje me tubë. Edhe qështu bot pra kontroli, që ku është krali hala këtë i pari. Edhe qërë një tubën me kralë, qërë edhe kralin ka me lo më rapsht. Ka me shku tak, e merë një shtini që pra aty, e kap një mes këtë një dy gishtave, kjo gishti tregus shkon të tuba, edhe rotullohet, që e lenë kralin hala që aty. Edhe masanej, keni me i thonë, ok, qëtë letrën, ata e lojnë edhe ja tregoni që gjanari, edhe tash që keni me bosh prap një kontrol. Ata nuk e din që gjanarin jeni ka e leni bashkë para letrës para kralit, që është letra e spektatorit parë. Edhe masin keni me bo prejre, që të me thonë e bën letra e dytë është gjanari, letra e parë krali. Edhe që shto ka me lonë tubën. Do me thonë tuba tash është gjanari, krali, ose letra e spektatorit dytë, spektatorit parë. Edhe masanej keni me marë pikën. Edhe keni me i thonë s'ka kërgjë këtë, edhe keni me performu shake change. Shpjegimin e shake change në description, nëse dini me bos një shake change edhe shapeshifter, doni me i dit. Kështu që që keni me bo shake change, po shake change në që dini është veç rotullim. Që kjo është shake change, edhe masani e lëshëni, po tash, nuk keni me qu përmi si gjithë, po keni me majt një pinky break, keni me bo reskill. Reskillin ju këmë tregu, muneni me bo veç shtë shpejt, për deri sa ata jenë të përshëndrum të shtë,
që qysh mundin me bo, qërmani dorën e majtë, ku e kam tubën. Atëre që e kam pikën, edhe e qëre, veç kur e tuni. Atëre del gjanari, që është letra e spektatorit dytë, edhe bëni me gësht ka spektatorit dytë. Për shkak se ju doken e të se jeni në kontrol. Edhe tash e merrni edhe qëtni për mi. Edhe tash nër break jeni në 3 letra. E keni gjanarin, e keni pikën, edhe e keni letrën e spektatorit parë. Edhe tash keni me performu prej këti breaku shapeshifterin. Edhe tash keni me bu 1, 2, 3. Që ku është kralje. Edhe masani që a bëjën e këto bëj pink account, po s'ka nevoj për me bëj o pink account, se që veç e bëj një double lift, edhe që ku është pra pika këtë e para, mirë po që t'ju të regoj ma shumë. Tash që a keni me bo është, ju e bëni shapeshifterin, edhe ndrot në kralje këtë, që e bën kralje, pika e këto e gjanari. Edhe tash që a keni me bo është, keni me bo një double lift. E për që një shpjegimi shpejt i double liftit, veç e merrni edhe shkoni në për tube dhe si të mërini të letrat që janë mrapsht, që e lëshoni gishtin për me bo break, edhe masin veç e rrotulloni. Kjo shpjegim ka me ardhë ma vonë, po që tash veç e bëni thjesht dhe rrotulleni dyqysh, edhe jep janë i spektatorit, edhe a i let e manë. Ata menojnë që i janë ka e marin pikën, po menoj kralin. Po më në fakt ja keni jep pikën, po 2 letrat e spektatorit janë këtë. Edhe tash, krejt që ka doni me bo, është me i thonë, qërë tash, qërë qka kena këto, është kralja, po se habedni, tash keni me bo misdirection, se kër i thuni që letra o këtë, jo veç keni me bo është një sharleje, nëse kështë një performancën, unë i kum habit të letra, për me bo në dorën tjetër një sharleje, që letrat e spektatorëve me i që dika ka meci. E në fillim me lonë 2 letrat tjera, cilat nuk janë spektatorit, që me thonë qëre. Pika ka dalë këtë e 2 letrat e para nuk janë t'juve, po janë tjera që do me thonë që kjo është magjia e pikës flet. Edhe ja shpegoni këtë magji ma shumë, unë e me i performu ma shumë trika, po që kjo trik është shumë i mirë, edhe është shumë i bukur. Do këtë shumë mirë, edhe spektatorët gjithë dhe përqenë që sen, edhe kër ja bëni që sen, edhe po pika është, edhe 2 letrat e para nuk ju në konë letrat e juve, po u konë veç iluzion, spektatorët që shtë këshyrin të se e keni lujt njerin, të se ka nërshit, edhe është shumë e mirë që këtë trek, për shkak se i habit shumë interesant njerës. Kështu që ja u preferoj me mësu, ushtroni krejt teknikat, edhe kur të bëni që trekin e me pas që spektatorëve që kanë me të këshyre dhe kanë me thonë që ka brejt, s'ka lartë, s'po kuptoj që është për iluzion, që është bërë më pas që ke letra ja me krejt, edhe ju keni me ja u mashtru trunin, kështu që po shpresoj se ju ka pëlqy. Kjo shpjegimi pra i letra ndërruese, po shpresoj se ju ka pëlqy, edhe keni me përdore edhe ju, sa e përdore one e përdore i gjithë, kështu që po shpresoj që shikus se mi nuk ka me pas që të shpjegim se kanë me pa shumë performansat mija si që shbohen. Kështu që i këshirni këtë performans, edhe këtë shpjegim, përdoreni edhe përdoreni mirë. Kështu që kjo ke edhe për linkat e gjithë shka, subscribe, like faqes, krejt, edhe shim dhe një javën tjetër me trika edhe shpjegime të reja. Peace!